Ka je që sa po më thaje. Ta shoh pak syrin. Po nga pas, është katedralja më e bukur që kam parë. Jemi se fula. Do më kështë dhe disa tjera. Nuk dua vamë, për zotin e ure. Sakrificat. Mirëmëngjes nga një tjetër video. Ne tani sapo jemi bërë gati. E di që kam bërë shumë mungesa në YouTube, por besoj se tani do rikthehemi, duke qenë se është maj, po vjen vera, edhe kam pak më shumë motivim. Këtu janë të gjitha valixhet, i kam bërë gati dhe jemi duke pritur taksin, sepse sot do të nisemi për në Budapest. Është një udhëtim që kam gati 2 javë që e planifikoj. Shpresoj të shkoj shumë mirë, nuk është një udhëtim i gjatë, është vetëm një fundjavë, sepse ditët janë të limituara, ditët që kemi të lira, le të themi. Por në ato pak ditë që jemi, dua të bëj më të mirë. Me thënë, dua të shikoj sa më shumë nga Budapesti, t'ja kalojmë sa më mirë dhe të përpiqem t'ju tregoj dhe ju sa më shumë. Nëse akoma nuk më keni bërë subscribe, ju ftoj të më bëni subscribe sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin. Dhe kaq, le të nisemi për Budapest. Kaluam security check edhe tani më ka kapur paniku sepse pash baterinë e kamerës edhe është diku te 70%, ndërkohë që unë e vura në karikim që dihen dark, po e vura herët, domethënë rreth orës 8, mendova deri në 8 të mëngjesit është karikuar plotësisht. Por nuk e di pse nuk është karikuar plotësisht tani, ose do ketë lëvizur fisha gjatë natës, ose nuk ose nuk punon fish. Puna është që unë kam marrë me vete vetëm atë fish. Kështu që i bie, do rrezikoj xherimet. Do të gjej fish tjetër, nuk e di si do t'ja bëj, shpresoj që frika ime të mos jetë e vërtetë edhe fisha të jetë në rregull. Atëherë problemi u zgjidh. E shikoni këtë xhandin këtu? E vendosa telefonin këtu, edhe aparati, edhe fisha ishte në rregull, kështu që nuk ka më panik. Çdo gjë është në rregull, tani jemi gati, po presim gate-in të hipim në aeroplan, të nisemi edhe Budapest na prit. Po ju tregoj pak dhomën. Është dhoma këtu, nuk është shumë e madhe, por është shumë e lezetshme, siç e shikoni. Pjesa e krevatit ka këtë ndriçimin e lezetshëm. Pjesa aty është për të varur rrobat, 2 komodina, mjaftueshëm të bollshme. Ka një mini kuzhinë të vogël, pra nëse doni të përgatisin diçka shpejt ose jeni me fëmijë, kjo është shumë e përshtatshme. Është mjaftueshëm për 2-3 persona, ja vlen. Këtu kemi televizorin, do ta lidhim tani. Ka një tavolinë të vogël me këto kariget. Edhe normal është e pajisur me kondicioner. Pjesa këtu duket kështu. Do t'ja tregoj pak dhe pamjen nga dritarja. Edhe këtu kemi tualetin. Tualeti është i lezetshëm. Ka tharse flokësh. Kemi gjitha këto që na duhen, edhe shampo, më pëlqeu shumë pjesa që ka çdo gjë me detaje. Edhe pastërtia më duket shumë mirë. Tani po ju tregoj pak edhe pamjen.
nga dritarja. Atëre, kjo është lagja, është një ndërtesë e vjetër, karakteristike, por është fiks në qendër të Budapestit. Kështu duket nga jashtë dhe nga brenda e kanë investuar komplet, e kanë bërë super. Tani të jemi sinqertë edhe për çmimin nuk është se ishte një çmim I ulët, sepse ishte gati 120 euro nata dhe ne kemi rezervuar për 2 net, por gjithsesi kushtet në përgjithësi më pëlqyen dhe mendoj se është okay për këtë çmim, duke marrë parasysh më të rëndësishmin që është në qendër. E tani unë do dal këtu në dritare si zonjë. Më pëlqen më shumë që kemi çdo gjë afër dhe nuk do mundohem, do ta shijoj. Tani dua të rregulloj pak make-upin. Të sistemoj pak flokët, të heq disa gjëra nga valixha, të heq edhe disa gjëra nga çanta, sepse kisha të çantën plot me make-up e skincare, çdo gjë me vete. Edhe të dal sa më rehat, kur I thon, të ham diçka, të eksplorojmë pak dhe do vi të bëjmë gati për të dalë për dark. Pastaj nuk e di se ku do të shkojmë, po besoj se do shkoj fillimisht tek një bar kafe, jo tek New Yorku, se tek New Yorku është bërë shumë virale dhe e kam parë shpesh, po kam parë një bar tjetër që është po aq I lezetshëm, edhe ka të stilin klasik e kështu. Do bëjmë pak të bukur në dark. Po tani për momentin do dalim të ham diçka se nuk kemi ngrënë asgjë dhe ka shkuar ora 4. Na vonuan në aeroport me atë kontrollin, sistemin e ri edhe çdo gjë tjetër, kështu që ne sapo dolëm, edhe unë nuk u ndrova si përfundim, nuk e ndryshova outfitin sepse thash po dal një herë po ha, edhe pastaj më vonë të shohim. Sapo kemi thyer edhe lekët nga euro në monedën e Hungarisë dhe se di, them të drejtën kam pasur dyshim nëse duhet të ktheja lekët apo nëse duhet të paguaja me kartë, edhe kur paguan me kartë gjithsesi. E kishte të shënuar atje. Tani jemi duke shkuar në një lokacion për të ngrënë, quhet Pasta More, kam parë në Google, edhe ma sugjeroi edhe chati. Dhe do shkojmë aty, ka pasta, pizza, ushqime të sigurta që unë mund t'i pëlqej. Jo se nuk preferoj të provoj ushqime të zonës, po kam e shumë frikë se nuk do më pëlqejnë, se kam shumë naze në momentin që ushqehem, kështu që edhe ajo që doja t'ju thoja pak më parë është nëse vini në Budapest, unë për vete ju sugjeroj më mirë të vini me kartë. Pra, shumicën e gjërave t'i paguani me kartë, sepse nuk ja vlen fare të bësh kursin euro, monedën e tyre, pastaj monedën e tyre euro, del me goxha humbje. Kështu që ta keni parasysh nëse do vini në Budapest, ju sugjeroj më mirë që të paguani me kartë. Është dhe shumë më komode, shumë më e thjeshtë. Jemi së fula. Do më bësh dhe disa tjera. Po, do të bëj disa tjera. Do më bësh disa. Pa, please, po. Please. No. Atëherë ne tani dolëm të ecim pak. Dreka kushtoi 52 euro në total. Pasta, pizza, një birë edhe një ujë të madh. Që ta keni pak ka shumë idenë e çmimeve. Si restorant ishte shumë I bukur, restorant italian, nga brenda më pëlqeu shumë, dukej si I vjetër, nuk e di. Shumë I bukur. Tani po shkojmë këtu afër, jemi prap afër zonës të hotelit. Deri afër perëndimit, do vetëm do shëtisim edhe pastaj do shkoj të bëjmë gati që të dalim pak në dark, të pim në ingoz, e kështu. Po që deri tani po kalojmë mirë dhe koha është shumë e bukur, është shumë ngrohtë. Do mundohem të kap edhe ndonjë foto, se deri tani nuk kam kapur shumë, apo jo. Apo kam kapur. Po ti foto ke kap, po no. E çmend. Se shpëqe. E çmend. Se ç'është problemi ke foto? Tam. Është problemi tek unë njerëz.
Atëherë nuk e di se sa dukem, por nga pas është katedralja më e bukur që kam parë, shumë e madhe, shumë e bukur, më pëlqeu shumë. Kemi ardhur këtu po qëndrojmë, është goxha qetësi. Edhe në qoftë se doni foto të bukura, është një zonë që po mund të realizoni foto shumë të bukura sepse nuk e bezdis askush. Kështu që ta keni parasysh në qoftë se vini në Budapest. Tani do bëjmë dhe një shëtitje të fundit, besoj se do ikim në një zonë pak më andej, edhe dielli është duke perënduar. Sa shpejt kalon koha kur je me pushime. Atëherë, një tjetër tips shumë i rëndësishëm që duhet ta dini kur të vini këtu, unë kam veshur tabi nga këmbët dhe janë super... Tabi mos vjen nga Teletabi? Po, tabi, kam tabi. Dhe këto tabit që kam veshur janë shumë të rehatshme, kështu që ja sugjeroj nëse nuk I keni një palë, ti blini, jam bërë shumë sugjeruese sot në këtë vlog. Vetëm këshilla. Do shkullin flokët njerëz në Budapestit. Po. Ti blini një palë tabi, pse jo? Të ecni, të kënaqeni, rehat. Por hesni kam dath. Kam zbath. Kam dath. Tani po ikim nga lumi, sepse buri im donte që të ikte nga lumi. Po thash, s'ka marrë kallomi në vetë, që në pesh. Edhe jemi afër. Ndërkohë që po perëndon dhe dielli, edhe besoj se do jetë koha fantastike për ta parë lumin dhe jo vetëm. Këtë që nga qetësia që nga shumë I bukur. Për zotin, që nga shumë qytet I bukur. Po, shkojnë në Çapamje, kanë çdo cep. Tani po ju tregoj pak këtë pamjen që kam përballë këtu. Atëherë, ky është fustani që kam zgjedhur për sot, siç e shikoni nga pas është shumë I veçantë, ka këtë fjongon edhe me perla, është fiks për lokacionin ku do shkojmë tani, vendosëm që të dalim të pimë diçka, edhe siç u thash isha midis New York barit dhe këtij barit që do t'ju tregoj tani, dhe zgjodha këtë sepse New Yorku ka vërtet shumë radhë, nuk dua të humbas kohë, plus që këtë e kam më afër dhe jemi pak të lodhur të them të drejtën. Nuk do dilnim fare. Po gjithsesi të vjen një natë që kur ke erdhur me pushime ose kur ke erdhur shumë pak ditë të qëndrosh në shtëpi, edhe u motivuam, mblodhëm forcat, u xhuam, u bëm gati dhe do dalim. Do marr edhe atë aparatin e vogël me blitz, shpresoj që të kap disa foto të bukura. Edhe po ja, kështu dukemi, e kam sistemuar pak fare make-upin, jo shumë, pak a shumë siç e kisha, thjesht ndryshova kapjen e flokëve. Edhe nga këmbët do ikim me të sheshta. E di që do dukej më bukur me taka, I kam marrë taka me vete, por nuk mund t'i përballoj, sidomos sot që jam e lodhur. Ndoshta nesër do realizojmë në një outfit me taka, po për sot besoj se jemi mirë edhe me tabi të sheshta duket prap diçka e bukur. Shihemi pak më vonë. I love you.
ishte që sa po më thaje? Lem tani, nuk dua të flas. Do flasë. Si ishte ajo që sa po më thaje? Ta shoh pak syrin. Okej, më në fund jemi në hotel. Sa po kemi ardhur, më ka kapur pak koka, e prisja të thënë të drejtën, se gjithmonë që udhtoj, ditën e parë më kap koka, normale nga lodhja nga gjitha këto. Tani, story time, shpejt e shpejt, çfarë ndodhi aty? Atëherë si fillim, lokacioni ishte 10/10, shumë herë më i bukur se sa dukej në foto, edhe ja sugjeroj 100%. E para nuk kishte radhë, e dyta stafi ishte shumë i sjellshëm, shumë të kujdesshëm. Dhe na gjetën me njërë tavolinë edhe pse ne nuk kemi bërë asnjë rezervim dhe asgjë më përpara. Pra, na trajtuan sikur të ishim klientë të prershëm aty. E dyta, çfarë ndodhi aty? Unë kisha marrë aparatin e vogël me blitz. Edhe, okej, fillimisht nuk do bëja foto sa po yra, sepse është normale. Fillimisht morëm pijet, po kalonim pak atje në atë atmosferën. Dhe fillova të bëj disa foto me koktelin, thash po bëj disa foto ullur me koktelin që ti kem, edhe më pas do bëj disa foto kur të çojmë kur ti iki. Edhe në një moment të caktuar, pas shkrepjes së tretë, aparati fiket edhe nuk po ndizej. Tani, mendonim se kishte mbaruar bateria, po unë baterinë ja vendosa dje, dhe aparatin nuk e kisha përdorur fare nuk e kisha përdorur aparatin, dhe më vinte i nata, ne si ka mundësi të mbaroj bateria vetëm me 3 shkrepje që kisha bërë sot gjithsej 3 shkrepje. Ajo ishte e 4-ta që bëra aty te tavolina. Edhe u acarova, më ngritën nervat, nuk i kisha marrë bateri të rezervë me vete, po më vinte i natë sepse isha përgatitur që do bëja dhe foto, plus që nuk kemi dhe kohë që të shkojmë prapë në e theva këtë, më duket. Nuk kemi dhe kohë që të shkojmë prapë në të njëjtin lokacion 2-3 herë. Aq më pak vetëm për foto, kështu që e dija që nuk do kishte shanse më të shkoja aty dhe nuk do kisha një foto aty si kujtim të paktën. Edhe unë mërzita. Si kujtim foto. Si postim, si... Hajde dhe hajde. Shoku im këtu po më bullizonte, po më ngacmonte më shumë, edhe kjo gjë më bëri akoma më keq. Por, si një ditë me anë të plot që është sot, aparati u ndes pas disa përpjekjesh, pas i kaloan, se di, sa i bie, 5 minuta, gati 6 minuta, që unë po isha baterit po i vija me shpresë që do ndizej. Edhe pse po i humbisja shpresën që do bëja foto, në atë moment unë ndez aparati dhe çdo gjë shkoi mirë. Ajo kamarierja që na shërbeu tregua dhe shumë e mirë sepse na ka bërë foto dhe bashk, gjë që ndodh rrallë, sidomos kur jemi vetëm të dy, se nuk ndalojmë njerëz që t'ju themi që na bëni një foto, ju lutem, apo e kemi me siklet këtë pjesë dhe zakonisht nuk bëjmë foto bashku kur jemi të dy. Kështu që ajo u ofrua edhe shumë mirë deri këtu. Kaq. Se po e tregoj sikur çka ka ndodhur. Po thjesht u mërzita një. Çka ka ndodhur? Tregoj, fut video si u bon aty edhe. Mirë, edhe videon do ta fusim sepse këto janë fakte dhe ky është një vlog real, nuk është një vlog fake. Edhe nesër na pret një ditë e gjatë, shumë e gjatë, nga mëngjesi deri në darkë. Mirë shoku im ç'a do ish nesër, nuk e di akoma ç'a e pret. Po besoj se do t'ja kalojmë bukur dhe nesër, se kam planifikuar disa gjëra shumë të lezetshme, do t'ja tregoj dhe ju si gjithmonë. Faturën ja u kam lënë aty, 2 pijet që ne morëm, një ishte koktelin me alkohol, një pa alkohol për mua normal, se s'doja të pija alkohol sot, shkuan diku te 33 euro bashkë me tipsin, sepse tipsi ishte i detyruar, pra bakshishi për kamarierën ishte i detyruar, që ta keni parasysh, në qoftë se doni të shkoni aty ku isha, dhe do t'ja fus gjumit, se po vdes për gjumë. Ne do shihemi në mëngjes, mbase do bëjmë make-upin bashkë në mëngjes, do flasim pak, po ç'a do flasim se ja u tregova tani unë, po nejse, do shihemi nesër. Do bëjmë gjëra të reja, gjëra të bukura. Papa fare. Papa, do bëjmë gjëra super. Na bëni subscribe, na motivoni që
të filloj ta marr seriozisht këtë kanalin. Jo se nuk dua ta bëj, jo se nuk e kam me pasion, por sinqerisht kur ka pak views ose kur nuk komentoni ose kur nuk reagoni, nuk më vjen të bëj prap video, se them ok, kush po i shikon, nuk ka askush interes, nuk po ndihmoj askënd, nuk po kënaq askënd, nuk po argëtoj askënd, për çfarë të postoj? Dhe të lodhem, dhe të editoj, dhe të xhiroj dhe mundi dhe të gjitha. Kështu që nëse je duke e parë në këtë moment videon, më komento poshtë një zemër të bardhë, që unë ta kuptoj që ti po e shikon videon, edhe që po të pëlqejnë videoja, edhe që do video të tjera. Ja, sa gjatë i rajë. Kështu që, nëse doni video, komentoni, bëni subscribe. Nëse jo, ndoshta kjo është era e fundit që ne shihemi bashkë. Lam të mirë. Por, çfarë bëjmë tani, ky është realiteti. Se po bëjmë shumë, jam bërë shumë fani këto, ko nuk e di pse jam bërë kaq humoristike. Gjasme. Po, unë dhe pa alkohol jam si me alkohol, jo me alkohol pastaj. Kështu që. Me alkohol jam si me alkohol, jam si val. Puthi ndjekësit. Ju duam. Natën e mirë. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Unë tani do bëj pak make-upin, edhe duke qenë se ju thash dhe dje, dua t'ju tregoj pak edhe ju se si e bëj make-upin, sepse më pyesni shpesh edhe në Instagram. Faktikisht nuk përdor fontatin, kam goxha kohë që nuk përdor. Të vetmet që përdor janë këto produktet, kryesorja është kjo SPF. Mund ta bëni screenshot nëse e doni, sepse ti jep një shkëlqim shumë natyral dhe vërtetet shumë nga lëkura. Kjo është për rrathat e syve, të cilat mua më qëndrojnë zakonisht më të errët nga lodhja dhe nga dita. Dhe acidi hyaluronik nga Ordinary është shumë i mirë, 10 nga 10, plus niacinamidet, të cilat ndihmojnë shumë në shenjat, qoftë të diellit, qoftë nga aknet. Unë nga aknet nuk është se kam pasur, por shenjat e diellit. Tani kështu duket fytyra vetëm me skincare. Ta dini ku e kam vënë kamerën, nuk ja u shpjegoj dot se nuk kam marrë stativin me vete, e kam marruar në Tiranë. Dhe kam vendosur, e kam sajuar këtu, e kam vendosur në ky çajniku. Dhe jam me zemrën në dorë, nga momenti në moment do bjerë kamera dhe do thyet. Shpresoj të mos ndodh. Atëre, kam këtë blushin këtu, të cilin, siç e shikoni, e kam përdorur jashtëzakonisht. Me këtë bëj dhe bazën e syve, por bëj edhe pjesën e mollzave, edhe duket e lidhur e gjithë fytyra. Tani po përdor një pasqyrë të vogël këtu që ta kontrolloj, edhe aty ja u tregoj dhe ju. Ndërkohë po ju tregoj pak edhe planin që kemi për sot. Fillimisht do shkojmë për brunch tek 26 bar, që është një nga baret më të njohura dhe më virale. Dhe kur kam bërë kërkimet e mia për në Budapest, ishte një nga sugjerimet më të shumta që më dilte në internet. Por shpresoj të mos më zhgënjej, sepse zakonisht këto lokacionet që kanë shumë emër, ose kanë shumë radhë, ose kanë shumë njerëz. Do përdor këtë paletën këtu, është një paletë e thjeshtë. Edhe do përdor, shikojeni ku e kam vënë, me qenë Serafiala. Besoj se duket atje në pasur ku e kam vënë kamerë. Do përdor këtë kafen këtu vetëm për pak konturim të syrit në fund. Dhe siç po thoja, do shkojmë aty të ham brunch dhe duhet të shkojmë pak tek parlamenti, sepse dje nuk shkova, e lash për sot, që ta shijoj fiks ashtu siç duhet. Do shkojmë pak te parlamenti, po e bëjmë me gishtë se nuk e kap mirë kjo. Pak fare do vendos. Aty afër parlamentit është edhe një automat që bën foto të vjetra, është makineria e fotove. Unë gjithmonë përpiqem që kur udhtoj në destinacione të cilat e ofrojnë si shërbim, ta bëj edhe një foto, sepse ngelen kujtime dhe është ndryshe nga fotot e telefonit apo këto fotot që ne bëjmë zakonisht. Lapsi i vetullave është ky lapsi. Është numri 02 nga Rival për vetullat. E gjeni tek Rossmann, unë aty e kam marrë. Po bën goxha kohë dhe shikoni, nuk është arxhuar shumë, pra
zjat goxha, kështu që një laps gati një vit. Kjo lagja këtu është super qetësi, më pëlqen shumë. Edhe çdo gjë e kemi vetëm 3, 4, 5 minuta në këmbë. Kështu që me këtë Airbnb kam bërë një super gol. Edhe do t'ja ulej këtu të shënuar poshtë që ta keni parasysh nëse ju duhet një lokacion shumë i mirë për të qëndruar, që t'jetë dhe i pastër dhe estetik, le të them. Dhe gjithë pas ditën pastaj mendoj që t'ja dedikoj budës, duke qenë se dje thjesht e pam nga ura, nuk kaluam nga ana tjetër. Pra, përdor dhe pak zvutës buzësh që derisa të mbaroj pjesën tjetër, të jem buzët e buta. Përdor këtë nga Sofia, e gjeni në Instagram. Sofia quhet brendi dhe i ka të gjitha produktet natyrale, shumë të mira. Dhe imagjinoni, un kam gati 5 muaj me këtë libalmin edhe nuk kam mbaruar akoma. Tani, një pjesë shumë e rëndësishme e make-upit tim është concealeri, normal. Unë përdor vetëm concealer, por syve dhe në disa spotet të vogla që mund të kem. Përdor këtë concealer, më zgjat shumë, qëndron shumë mirë edhe nuk duket e ngarkuar, sa them, e kam shumë inat kur lëkura duket e ngarkuar. Pra mund të duket mirë në foto, por nga afër duket e ngarkuar, ndërsa kjo nuk e jep atë. S'mund të mungoj lapsi i zi. Ja, kaq lapsi zi edhe në pjesën poshtë. Po shikoja pak edhe pjesët që kisha xheruar dje, dhe ishte një pjesë ku sapo kishim kthyer lekët nga euro në monedhen e hungarezëve, edhe menduam se na i kishim futur në thonjza, por në fakt, prandaj ja u sugjerova dhe ju që të merrni kartë, sepse si funksionon këtu është që çdo exchange, përveç se e ka kursin më të ulët se sa kursi zyrtar, normal, mban komision, edhe komisioni nuk ishte pak, ishte gati 10 euro, plus 10 euro i humbyesje nga kursi më i ulët që ishte, edhe me pak fjalë vetëm shkëmbimi lekëve ka nikur 20 euro kot. Tani kur je me pushime ndoshta nuk është se i vere shumë këto gjëra, por të vjeni natë prapë në fund të fundit, pse do të iknin kot. Edhe të gjitha ishin me faturë, pra nuk është se bëri ndonjë hile ajo që ishte aty punonjësja apo diçka të tillë. Tani unë përdor këtë furçën, është numri 200, edhe kjo e përhap shumë mirë pjesën e concealerit, siç e shikoni vura vetëm në disa shenja që unë kam të vogla këtu, edhe në pjesën poshtë syve dhe këtu tek vizimi. Pas kam bërë flokët pis. Kështu pra, siç e shikoni, make-upi duket shumë natyral, e përhap dhe pak më mirë këtu. Ja, deri tani dukemi kështu. Që ti zgjat çerpikat, ti tregon më të plot, është këtu. Nuk e di, jam shumë e kënaqur me këtë Endota paletën. Bravo Tula. Jam shumë e kënaqur me këtë rimelin. Dhe kështu njerë. Koha është super e bukur. Nuk ka as edhe një re, domethënë, më mirë se kaq nuk mund të dilte. Se unë gjithmonë që u thoj kam, nuk e di, më ka kapur paranoja, se gjithmonë që u thoj ndodh diçka. O do prishet diçka, o do ndodh një papritur, o duhet të shkojmë diku, o na del diçka që se kemi menduar fare. Edhe gjithë kohën, para se të vinim këtu, kam ndendur me mendje çfarë do ndodh tani, o bobo, dhe madje kur ndodhi dje ajo skena me aparatin, që okej, nuk është dhe një gjë shumë e rëndësishme jetike, thash okej, këtë radhë pas ka qenë këtu tek aparati. Po jo, paktën u rregullua. Shiva dhe këto, u bëra pak pis këtu. Marr këtë është buskush faktikisht, po është kjo ngjyra roz si pjeshk. Edhe vendos pak këtu dhe e përrap, edhe del shumë bukur. Përveç blashet që unë kam që përdor gjithmonë, dje e zbulova këtë, se po mendoja ta marr mos ta marr me vete, se faktikisht e kam marr për ngjyrën për të bërë buzë, se ngjan pak si qershi. Edhe pse jo, ja tani do ta përdor pak këtu.
duken faqet si qërshi. E prap me duar. Edhe kjo kishte mbajtur gjithë ditën. E vura dje në mëngjes para se të nisesha për në Budapest, për në aeroport. Është vërtet ngjyrë shumë e bukur, sidomos tani për në verë, sepse ajo roza qëndron shumë mirë, por tani që fillon zihet pak lëkura, se mua më zë dhe shpejt dielli, nuk është se dallon shumë, ndërsa kjo është më kremoze dhe dallon më shumë. Shikoni pak tani si duket. Super, super, super bukur. Them unë, gjithmonë. Tani do bëjmë buzët, sekreti buzëve. Lapsi, prap, i vetullave dhe një laps në ngjyrë nude, ku e kemi lapsin në ngjyrë nude. Okej, ja ku e kemi, edhe ky lapsi në ngjyrë nude. Kombinim. Sa shkoj ora? 10. Tallesh? Jam vonuar kaq shumë, pra jemi gati. Tani do vishim, do vesh outfitin e parë për sot. Edhe do vazhdojmë pastaj më vonë kur të kthehem. T'ju tregoj dhe pjesën tjetër, po do të tregoj tani kur të vishem çfarë do të vesh. Kështu dukemi. Besoj se ka dalë bukur. Ikim tani, shkojmë për brunch. Atëherë jemi gati. Ky është outfiti i parë për sot. Kam veshur çizma me pak tak. Këtë fustanin me kvadrata, është i hollë, më të shkurtra. Ka pak shtygjësën. Tek 26 edhe ishte vërtet super, edhe ushqimi ishte i mirë, edhe shërbimi ishte okej, edhe pse kishte shumë radhë, por fatmirësisht nuk pritëm shumë sepse shkuam herët. Kështu që ju sugjeroj nëse vini të shkoni para orës 10, që të gjeni më shpejt tavolinë, sepse tani që u larguam ne, është ora gati 12, kishte shkuar radha deri jashtë derës. Ndërkohë që kur shkuam ne kemi pritur vetëm gjysmore gati, as gjysmore, më pak se gjysmore. Ndërkohë që nëse vini me vonesë, duhet të prisni 1-2 orë. Eksperiencia vlen sepse ambienti ishte shumë i bukur, i kuruar, e kishim menduar të gjitha detajet. Tani plani është do bëj disa foto, sepse me outfitin që kam veshur kam bërë vetëm 2-3 foto aty tek bari dhe do shohim pastaj. Është një zotëri aty, është veshur kështu me gjete, edhe 3 njerëz. Edhe dikush po xhiron reagime. Ne jemi duke shkuar tani për të bërë një foto në këto makinerit automatike që i paguan edhe dalin. Kemi 2 telefona, një aparat. Një aparat të fotosh, një aparat videosh, do të gjejmë një aparat këtu që bëj foto, se këto tonit nuk funksionojnë. Tani ideja është që unë kam veshur fustan, e paça kam veshur domethënë. Dhe tani po fryn erë. Ua, mendova se kishe vesh kanë atjerë. Por
njerëz, duhet kishim kaluar ndel. Do të jem sa më rehat, dhe kështu nuk jam shumë rehat, them të drejtën, se mund të më shikojnë çdo njeri nga momenti në moment. Atëherë, ne ulëm diku këtu sa për të qetësuar pak, sepse nuk kishte njerëz dhe menduam të çlodhemi vetëm 5 minuta. Po, shikoni pak se çfarë ndodhi brenda 1 minuti. Surprizë, gjithmonë që ulemi në një vend për të qetësuar ose ndalojmë pak dhe mendojmë që nuk ka njerëz, për 1 minutë vinë kaq shumë njerëz sa të shikoni këtu. E kanë zënë krejt pamjen. Erdhëm të bëjmë fotot. Cheers. Sa të shko outfiti me birrën? Ja, tani u detyrove të fillem birë. Normal. Gëzuar. Zëvar. Jo qa këpucët, sepse ishte ashensori i prishur. Por tani erdhi. Dhe shpëtuam, dhe do gjitemi, inshallah në ngelemi. Katër. Dale dhe unë. O, zot i madh. O, zot i madh. O, zot i madh. Kisha haruar dhe dritare në apur, këtu valigja. Bravo Tula, bravo, bravo, bravo. Atere, ky është outfiti i dytë për sot, këmish, pantallona linon në ngjyrë të zezë, tabi të sheshta, një çantë të zezë, ka vendosur këto syze dhe na u hap ashensori. Semafori. Piku i drekës, ora 2, edhe nuk e keni ide sa vap që është, nuk e prisja që t'ishte vap. Vap, janë kushte optimale. Optimale, jo dhe ishte vap është. Pse së vap ishte 45 gradë më? Mirë mo. Sa bukur. Ua, sa bukur. Ua, sa kjoj. Atere, pas shkëputjes publicitare, mua më duket vap, të them të drejtën. Dhe, tani po thoja, duke qenë se është drek, ne po mendojmë që fillimisht të shkojmë tek parlamenti, duke qenë se e kam sejvuar aq shumë atë lokacion, do me thënë e kam ruajtur për pastaj, për më vonë. Erdhi momenti që të shkojmë aty, ta shijojmë, ta eksplorojmë, të bëjmë edhe foto dhe videot. Doja të kisha dhe një ditë më shumë në Budapest, të them të drejtën, për të mos nxituar kaq shumë edhe për të mos patur kaq shumë presion në thonjza, se kështu ndihesh sikur duhet të shkosh të bësh shpejt. Po gjithsesi, deri tani po kalojmë shumë bukur edhe më ka pëlqyer shumë. U kënaqem. Gjëja më e mirë që më ka pëlqyer më tepër, Lokacioni i hotelit. Lokacioni i hotelit, që nuk kemi munduar fare për të gjetur asgjë, kemi pasur të gjitha në favor. Gulash. E di çfarë është gulash? Është supë tradicionale që e bëjnë këta, po unë nuk e ha. Qofse ti do ta hash, O gulashin ajo gjonja. qofse ti ke dëshirë që ta hash, Mund të ulemi? mund të ulesh ta hash, por nuk do ta ha. Thank you. Thank you, sepse gjynata po mundohen. Po mundohen të bindin që ti të blesh gulash dhe ti nuk e ble. Mora një gjithë vogël për të ngrënë, shpejt. Këtu është një nga pamjet më të bukura të parlamentit. Ten. Jemi duke rregullu make-upin që të dalin foto të bukur. Skënderbeu hungarezëve. Jo, nuk është, shiko. Është miku Skënderbeut, që ta di ishti Sofia, që s'merr vesh nga historia. Edhe kishin të dy të njëjtin kal. Jo, s'kishin të njëjtin kal, se kjo e ka pas gzim duket. Po ben. Po më xhiron mua kur jam e nerva. Hajtë se më ra dillin kokë tani. Budalla. Ti e më e bukur se gjithë ndërtesat.
Rrugës i mendua, duke ecur një i dashuruar, dhe fare vetëm dashurinë. E mor pa bloka. Janë analiza. Ta gjeta. Dhondri ardhshëm. Dhe harta jote jeni një lloj të pakuptueshëm. Nuk dua vap, për zotin e urejnë. Nuk do vap, do të qenë Antarktid. Antarktid, si quhet Antarktid? Më dhem kuka. Hap edhe xhiro, ose mos e hap, edhe marrë gjon baterin kot. Okej? Ti sa nuk të xhiron në vllaj, pastaj kur fillon të xhirosh të xhiron pa Shti. Gjiron, Kur të lutem ty të na xhirosh, thua, për thonjë vale. Tashi do të xhiroj në çdo sekond. Kur fillon të shon ti. Do të xhiroj në çdo sekond për të nxjerrë më pa budalliqe që nxjerr ti ka goja. Ço budalliqe? Kam vap. Budallaqe vogël. Qa bot mirë? Qa po bëjnë këto, Sofia? Jo, nuk e dua të ndërtes në vlogun tim, më jeni. Qa po bëjnë ato? Ato po, Alina. Ato po ke sharitojnë një kafsh. Shife. Po çka kam gjore? Gamurin. Po më mbush me more në ato budalliqe. Kalash kamerën që të bësh skena interesante, jo të tregosh budalliqe. Ja ku është gjëja më interesante. Po morën vesh tani, jam më interesante me bukur më se. Outfiti i fundit për sot është këtu, fundi me pika, me çizma me tak, kam veshur këtë partë syr, një korse, këto syzet janë transparente, flokët i kapa për të qenë më komode, duke qenë se do ecim shumë, dhe megjithatë kam marrë edhe kpucë të sheshta me vete. Çantën e mbajta si gjërë, sepse kjo çanta mban shumë gjëra. Ishin 10, si është eksperienca në Budapest deri tani? 10 nga 10. Ka pëlqyer, ha? Po, çdo gjë, ushqimi, vendet, lehtësitë, organizimi, qyteti, njerëzit, gjitha. Më ka pëlqyer. Na uroni fat tani, sepse kemi ardhur në zonën e Budës, edhe duhet të ngjisim këto shkallët këtu për të shkuar tek Fisherman Bastioni dhe për të parë pamjen më të bukur, po shohim se sa do t'ja vlej me gjithë këto shkallë. Atëherë, sa po kemi arritur pas 1000 shkallëve, na ka dalë shpirti, unë jam dhe me taka, po sakrifica për content, do bëjmë tani. Do ngjitemi aty lart, edhe do shikojmë pamjen, pamja është shumë e bukur, unë tregova një sekuencë të shkurtër që këtu ku jam, po e sigurt që aty lart do jetë akoma më bukur, kështu që le të shkojmë të shohim. Sakrificat. O, zot. Do t'jequ këto, zot i mas. S'jam bo kamës. Kambët. Po. Që t'vinë ma në tabis. Po qa tabis. Me këpuc me vete, tani, thuaj. Edhe këta s'bëjnë subscribe, këta s'bëjnë like, këta s'bëjnë asgjë, qa të themë tani, Vjen
njeriu kështu? Po nuk i nxemur dia, nuk i çantë multifunksionale, i nxurit dhe këpucët, gjitha i nxurit këtu tani. Po të kërkoj gjë në çantë, s'gjej me gjë, vetëm këpucët, po s'ka problem. Rëndësi ka që tani me të sheshta njerëz. Tani jena për Tani kaq qeto. Tani jena për rrit natë, tani do vem, do pim, nuk vetëm në shtëpi për sot. Shikoni pak se sa e pastër është rruga. Më thënë, si buz nuk Hiltonit. ka as edhe një bish cigare. Unë jam tani me të sheshta, prandaj po flas kaq mirë. Super, super, super. Nuk e di. Ja dhe njerëzit që bëjnë foto për Terezit të vetë. Dielli është duke perënduar edhe ne jemi ulur këtu përballë parlamentit, jemi duke pritur që të ndizen dritat, edhe kemi një super pamje, ndërkohë unë kam marrë një kola me qërshi, edhe më pëlqen ta marr këtë kolën se në Shqipëri nuk ka nga kjo, kështu që gjithmonë që vi në Europë e marr nga një kola kështu. Nuk ka rëndësi dieta prishet në momentet të caktuara. Tani po ju tregoj pak pamjen që kam përballë, sepse është vërtet shumë e bukur. Edhe nuk e di se çfarë do të bëjmë më vonë, po do shkojmë të provojmë atë ëmbëlsirën tradicionale. Chiminei, si e ka ajo. Do ta provojmë. Edhe t'ju them se si është, sepse jam vërtet shumë kurioze që ta provoj dhe vetë se nuk e kam provuar më përpara. Pash edhe për oraret e varkave, për të bërë një xhiro, po nuk kishte në këtë orar, kishte vetëm në orar dreke, dhe në orar dreke, të them të drejtën, nuk ja vlen. Ka shumë diell, do më thënë orari më i mirë është ora 19:20, unë nuk e dija që duhet të rezervoja më parë dhe nuk e kisha rezervuar, kështu që duke qenë se nuk gjeta orar, e lash fare, më mirë fare se sa kot. Tani po ju tregoj pak pamjen edhe do shihemi pak më vonë. Injorojni këto varga që si kapën dot. Injorojni varkën që nuk e kapëm dot edhe nuk e pa. Por nuk më vjen shoku im, edhe vajta vet aty si budallat, edhe dola prap jashtë. I them, hajde të kërcejmë, më thot jo. E po hajde ikim, jo hajde të shikojmë. Tani do kërcejmë apo jo? Jam bry. Ketur. Jam bry Mali, nuk jam bry Spanjë. Je bry Mali, nuk je bry Spanjë. Hajde ikim atër, pse ke shikoj të tjera? Këto ishin zgjedhjet tona. Sa po kemi ardhur në dhomë, edhe janë bërë një 35.000 hapa diçka e tillë. Të mendosh që kemi gati 12 orë që vetëm ecim dhe jemi rrugëve, iq këtu 10 minuta, 15 minuta pushim. Pjesën tjetër kemi qenë vetëm rrugëve. Tani, përsa i përket ëmbëlsirës tradicionale, chiminei, më ka pëlqyer aq shumë. Gjëja më e mirë që kam ngrënë këtu, domethënë në çdo ushqim që kam provuar, branchin, drekën, darkën, çdo gjë që kemi konsumuar, kjo ishte qershia mbi tort, shumë e mirë, shumë e butë, e pjekur sa duhet nga jashtë, e ëmbël sa duhet. Ajo akullorja më kujtonte ata akulloren e fëmirisë që merrnim dikur, që e bënin kështu të freskët, edhe që kishte një shije shumë, nuk e di, shumë natyrale, shumë të mirë, nuk e shpjegoj dot. Duhet ta provoni me patjetër nëse vini në Budapest, edhe jam kënaqur. Tani skena e fundit që ndodhi këtu para se të hynim në apartament, ishte një mama me fëmijën e vet, i bie bibironi poshtë fëmijës edhe okay, ajo e mori dhe unë mendova që të e merrte dhe fuse në çantë. Cucla më, jo biberon. Po, thuaj që i themin ne nga Korça. Cucu. Okej.
Edhe ajo jema e vetë, ne ishim brapa saj, ajo nuk na pa ndoshta në një moment, ose thjesht nuk e vravu mendjen shumë, e mori atë që ra në tokë, e futi te goja e vetë, e thithi disa herë, edhe pastaj ja dha fëmijës të vet. E disinfektoi e pastroi. Mama ka antibakterial për fëmijë. Nëse më bëri përshtypje se zakonisht nëse do më kishte ndodhur mua, për shembull, do merrja dhe fusja në çantë dhe nuk doja jepja ose di, ndoshta qam shumë fëmia edhe nuk ishte që të bënte ajo atje, ose do mbaja, po ta di unë, dhe një ujë me vete, nuk e di, se di si do kisha vepruar, po që më bëri përshtypje. Tani, çështja është të dalim apo mos të dalim më. Ora ka shkuar 9. Me shpirt dhe me lodhin që kemi, nuk duam të dalim. Por nuk na le sedra, sepse ne nesër ikim rreth orës 11 kemi fluturimin, kështu që nesër nuk është se do shijojmë diçka, nesër rrugën, aeroport, shtëpi. Dhe kur them shtëpi, fillon rutina, puna, të gjitha gjërat e tjera. Edhe do pendohemi pastaj kur t'jemi në Tiranë, do themi pse s'dolëm atë natën e fundit aty në Budapest, pse nuk e shjuam se ç'duhet, etj. Kështu që, çfarë do bëjmë ne tani? Do të shlodhemi disa minuta, 5 minuta ndoshta, 10 minuta, çerekore. Edhe të dalim vetëm për ta shijuar, vetëm për shijuar. Kështu. Po pushojmë pak, edhe ju hap pak më vonë. Okej, pamja natën është 10 nga 10. Ne sapo jemi kthyer, ora ka shkuar 11 tani. Jemi super të lodhur, por shumë të kënaqur me të gjithë eksperiencën. Jam pak e mërzitur si në fund të çdo udhëtimi, sepse vërtet kaluam bukur dhe e shijuam. Ishte pak kohë e shkurtër, por gjithsesi në kaq kohë të shkurtër bëm çdo gjë që kishim mundësi të bënim dhe u përpoqëm të shkëputemi pak nga rutina dhe nga gjitha gjërat e tjera. Nëse do jepja një review për Budapestin, do ishte një 10 nga 10, sepse lokacionet, baret, restorantet, të gjitha ishin afër me njëra tjetrën. Ishte shumë e aksesueshme në këmbë, mund të them që është vendi i parë që unë kam udhëtuar që nuk e kam marrë fare transportin publik, përveç pjesës aeroport qytet, dhe nesër që do të marr qytet aeroport, kemi ecur vetëm në këmbë. Është mjaftueshëm e lehtë për të gjetur të gjitha, edhe pa Google Map, sepse rrugës të çojmë vetë në atraksione, dhe kjo është ajo që më pëlqeu shumë. Pastërtia ishte shumë e mirë, do me thënë, pothuajse të gjitha rrugët ishin super të pastra, me do një përjashtim të vogël, po në total ishte një qytet shumë i pastër. Edhe me plot gjallëri, që është shumë e rëndësishme, pra e ndjen atë atmosferën, në çfarë do lloj orari që të dile, qoftë në mëngjeserët, qoftë në drekë, qoftë vonë në darkë, kishte atmosferë. E vetmja gjë që nuk bëm ishte një party ose klub, po besoj se nuk kemi më moshë për këto, dhe nuk është se më ngelet merak, se nuk është se i preferoj shumë. Pjesën tjetër pastaj besoj se i prekëm nga pak të gjitha. Në qoftë se po mendoni një destinacion që të mos ju kushtoj shumë, të jetë edhe i bukur në të njëjtën kohë, pse jo, Budapesti mund të jetë një opsion shumë i mirë. Unë do t'ju lej këtu anash se sa kemi shpenzuar në total për çift për këto aktivitete që bëm, sepse pak a shumë në të gjitha vendet ku kam shkuar, ju kam lënë edhe çmimet, dhe do t'ju bëj një mesatare, pra një përmbledhje, por gjithsecili vendos vetë në momentin që udhëton buxhetin e vet, ka opsione edhe më të lira, ka opsione akoma më të shtrenjta, ju zgjidhni sipas asaj që keni mundësi, pra nuk është e thënë të bëni fiks ose të shkoni fiks në vendet që mund të kem shkuar unë apo dikush tjetër. Ju zgjidhni në bazë të preferencave dhe të buxhetit që ju keni. Kështu tani se ju lodha, ju puth, ky ishte vlogu i Budapestit. Në qoftë se ky vlog merr komente, like edhe shumë subscribe, ne do të shihemi shumë shpejt me një vlog të ri nga rutina ime. Në të kundërt, nuk e di kur do shihemi prapë.
Shpresoj që të komentoni poshtë dhe unë të kuptoj që vërtet i doni videot e mia. Bye!